Si e shikon të ardhmen e drejtësisë në Shqipëri? Drejtësia e re do duhet shkojë në destinacionin ku e kemi projektuar në 2016. Një drejtësi e barabartë për gjithë, ku si zyrtari, si njeriu i zakonshëm të jenë barabartë para ligjit. E thash pak më parë që ka sfida që lidhen me një sër problematikash që kanë të bëjnë qoftë me mungesën e burimeve njerëzore për shkak të vettingut, por edhe me teknologjinë dhe infrastrukturën që ne sot kemi në dispozicion të njerëzve të drejtësisë. Janë në rrugën e duhur, sigurisht duan kohën e vet, por do t'ja dalim sepse i kemi përcaktuar një strategji të qartë të drejtësisë 2024-2030 dhe unë jam i bindur që brenda këtyre parametrave dhe objektivave ne do t'i suportojmë dhe sfidat që kemi sot.